Ajo që ndodhi tani, do të thënë ishte një votim, referendum, plebiscit pothuajse kundër Berishës. Populli e ka rrëzuar statujën e Berishës prej kohësh dhe gjithë ata tani që janë berishistët që kanë ngelur në PD janë si dikur vullnetarët e Enverit që populli rrëzoi statujat, ata merrnin statujën, donin ta rivendosnin prapë në 91-shin. Kjo është shumë ironike, domethënë që një parti e ka mbyllur ciklin e vet në një mënyrë kaq të palavdishme dhe duke u bërë pikërisht si ajo parti të cilën luftoi për ta hedhur në 91-shin, domethënë kaloi nga enverizmi në berishizëm. Është shumë ironike. Në fund, pasi mbaruan zgjedhjet e 2021-shit të nesërmen, dolën zëra, sado pa peshë ose pa një peshë të madhe politike brenda selis blu që i kërkuan ndërheqjen. Kurse në këtë rast nuk ka dalë asnjë deri tani. Së pari kjo dhe së dyti si do i përgjigjen të premte në protestë. Shiko, ka kohë që PD-ja nuk është më në sinkron. Po të mbash me atë që është realiteti shqiptar. Për shembull, sepse edhe kjo ka ndodhur sepse janë ata lider që kanë aty prej 30 vjetësh, domethënë, dhe janë shkëputur totalisht nga realiteti që është terren. Për shembull, më thuaj një shqiptar normal ta kapin rrugë dhe thoshe do vinë njerëzit të votojnë nga Greqia. Ose kur kanë ardhur emigrantët në Shqipëri, për kë kanë votuar? Pra, ata që kanë pasur dhe vullnetin për të votuar, ata emigrantë që kanë pasur vullnetin për të votuar në Shqipëri, që të gjitha thoshin votojnë PS. Do të thënë, dihesh botërisht në Shqipëri që vota e emigrantëve favorizon PS. Kjo është një autogol. Po këtë e dinin që të gjithë, besoj duhet ta kesh ditur dhe ti që më përpara që vota e emigrantëve favorizon PS. Ne kemi kushërin që na vinë nga jashtë, farefis, dhe thonë sa bukur është bërë Shqipëria. Pse? Sepse ai nuk jeton këtu. Ai mjafton të shikojë një rrugë të shtruar dhe thotë që keni bërë mrekulliu. Se ai vjen për turizëm, ai nuk vjen për të jetuar. E kupton? Pra, ata e shikojnë që Shqipëria ka ndryshuar, ka bërë ca rrugë, janë bërë ca pallate të bukura në Tiranë, etj. Mrekulli është për ata. Sepse është në turizëm. Siç mund të jetë turizëm për mua të shkoj në Itali apo të shkoj në Gjermani dhe të them sa bukur që nga ky qyteti, sa i bukur kështu, pse jeni ju kundër Scholzit apo pse jeni ju kundër Merkelit, e kupton? Këta e meritojnë që të qëndrojnë. Nuk ka lidhje sepse ti nuk jeton, dhe ti je shkëputur në realiteti. Dhe që këta janë të shkëputur në realiteti i jetesës në Shqipëri, i bën ata që të vlerësojnë vetëm sipërfaqen, marketingun, dhe këtu në këtë drejtim PS-ja është akoma dhe e favorizuar. Për më tepër, një pjesë e mirë e atyre janë larguar në Shqipëri në kohën në 97-ën, krizën 97-s, që ja ngjesin që gjithë Berishës, sidomos ata që janë në Greqi, edhe më vonë janë larguar në kohën kur ka ndodhur kriza të tjera dhe ajo është, domethënë PD-ja është damkosur në një farë mënyrë në diaspor nga ata që kanë vullnet politik për të votuar si një forcë e cila nuk vlen. Dhe në fakt, shiko kush është raporti. Në Shqipëri raporti ishte që 52% votuan PS, në diaspor ishte 54% PS. Në diaspor, në Shqipëri 35% PD-n, po janë 25% në diaspor. Ka një diferencë shumë të madhe në diaspor vota për PD-n. Pra, më shumë veta nuk e duan se sa më shumë veta duan PS në diaspor. Pra Bjali që i largoi Rama, pavarësisht se nuk janë ata viteve të fundit që mund të kenë votuar. Po, s'është puna, e lëm janë. Ky ishte një fakt se kush u larguan, si u larguan etj. Është diçka që dihen. Në 2013-ën erdhën 50.000, 60.000 që votuan nga diaspora në 2013-ën dhe votuan PS-n, sepse u vure 1 milion shumë plaka që u tha atëherë. E kupton? Në këta 50.000, 60.000 ishin votues që i sillte PS me autobus në Greqia, dhe ne jemi evident. Pra, se u zgjatëm shumë në këtë pikë për ta përmbledhur, këtë gjë e dinin të gjithë në Shqipëri, që diaspora voton PS-n, ose të paktën ata që duan të votojnë nga diaspora, votojnë PS-n. Pse duhet PD-ja t'i fuste këta njerëz?
pse duhet kur e dinte që kur të gjithë e dinin që ata nuk mund të, domethënë nuk do e favorizonin PD-n, minimumi. Sepse ka ndodhur edhe që e kam